arritëm marrin një vendim nga Ministria e Mjedisit që ja pezullon fabrikës shkarkimet. Institucionet lokale përgjegjëse për zbatimin e këtij vendimi, Bashkia Lesh, IKMT, policia, ujësjelës kanalizime, nuk reagojnë. Jena lodh me protesta, jena lodh edhe me premtime të kota. Ka një moment që të japi dikush një premtim edhe ta realizoje, jo thjesht të flasin. Ta realizoje se nuk po kërkojmë kush e di se çfarë, po kërkojmë marr frymë. Nuk po kërkojmë një luks të teprum. Aristotri, kjo fabrik, a duhet hapa, duhet mbyll. E po kjo pra. Atje për Aristotri, se kanë kallaj ato atje në Tiranë. Ata TikTok-ën e kanë prej në Tiranë e me shqetit të në botën. Kurse to, i ta fritë vegjën. Presh plakët dhe të gjithë vujnë për oksigjen. Fabrika Inka tashme nuk është me problem vetëm i banorëve të Lezhës, por është problem i gjithë lezhjanëve. Madje është edhe pak me përtej lezhjanëve, pasi shkarkimet e fabrikës Inka bëhen në kanal, nga kanali Ndrin, nga Ndrini shkon në lagunë, nga laguna dhe në vijën bregdetare. Pra, të gjithë pushuesit që vinë për të shijuar vijën bregdetare të Shëngjinit, shijon edhe ndodhjen e kësaj fabrike.